Gjendemi tash në qatë periudhën kur fëmijët do të largohen prej prindërve, do të zhvillojnë jetën e vet, e kurse do të hjekun dorë ndaj tyre. Një numër i madh i popullatës tonë që është dalë jashtë shtetit, domethënë që nuk i kanë prind të kalon vet. Edhe ata duhet në një farë mënyre me zhvillu jetën në vetmi. Për atë edhe është mirë edhe shteti me kriju fonde, me kriju shtëpia të pleqësh, ka kurse nëse ti largohesh për 20 vjet, 30 vite, ndaj një prindin ma nuk je edhe anën e dashnin ndaj tij. Edhe ky problem Kosova ka ballafaqu në 10-20 vitet e ardhshme, ku shumë prind moshave të mëdha, që më thonë gjallë e të gjindën vetë. Të gjindën vetë edhe kishin mirë nëpërmes misionit tuaj, me bosërje qeverisë që me kriju shtëpitë pleqëve, edhe sa më shumë më pas mundësi që edhe njerëzit mosh më kujdes për vetveten. Sepse ty duket që kohën e fundit, gjeneratat e reja përgjatë gjithë kohës, distancohen nga prindërit. Gjeneratat e reja, vitet 2090, janë duke o distancu shumë prej prindve, janë duke zhvillu vjetat e veta, jo në pushime, jo sa ma mirë, sa ma shumë e rregullu banesa, shtëpia. Sa ma shumë e qëndru me shoqëri, po pra. Po, duke largu prej tyre sa ma shumë, edhe më duket që të shumë teme mirë, shkaku se do të mi kfjell pak njerëzit, do të mi jap mundësi mu me reagu pak më ndryshe. Sigurisht. Zotri, faleminderit shumë. Faleminderit gjithë